Nga Jeruzalemi dhe për qark në Iliri kam përhap plotësisht ungjillin e Krishtit. Këto janë vargjet të skalituna në letën e Romakëve, të cilat na tregojnë origjinin apostolike të kishës në vendin tonë. Nga pikpamja gjeografike, por dhe historike, populli jon ishte me fat sepse krishterimin e mori prej breznisë apostolike. Durrësi, kjo katedër shumë e lashtë dhe e vjetër e kishës tonë lokale, pati nerin e privilegjin shërbehej prej martirëve që sot janë shajten, po dhe prej figurave të larta të kishës në vendin tonë. Nga Cezari të Shënasti. Historia e kishës e kësaj katedre është një histori martirizimit, lavdijet, por edhe mishrimi asaj që ishte historia e kishës në vendin tonë. Katolik të Shqipënisë, e martë krishterët, e pranun ungjillin pa dhunë, me përqafim dhe me pranim. Edhe sot e kësaj dite, çdo ditë që kalon kjo katedër mbetet e rëndësishme për marrë vendin tonë, sepse pikërisht aty është e përqendruar pothuajse pjesa më e madhe e kishës dhe e katolikëve në vendin tonë.